Qike bra? Po ku je bra? Hajde, për puna në lexim, një lexim vogël, vogël. Ta shohim çka keni nevojë me një. Sa ke nevojë me dëgju. Hana, Knight of Swords. Qëta që tu i ndjek do qëllimet tua, i ki do synime, edhe rruga për para nuk është shatë që kjartë, përshka kur del hana, kjo simbolizon gjëra që s'janë u pa ndritë shumë, po si kur është terë natën, dhe me thonë që kur gjësë është në terë. Kështu që qëta që i du dash me shku për para, pavarësisht që nashta nuk po mundesh me paraftyru, ose imagjinu qartësi në qysh e ardhmja, ose destinacioni që po don me arrit komu ndje, qysh komu dok, mos e le qaja me të majtë mbrapa, se është në periudhe jotja ku ki nevoj me i dhon pak zër për me shku për para, edhe nëse nuk e din exactly ku ki me mbri, ose kur. Ta shumë që ka si tu faq tash. Six of Swords, Ace of Wands, Queen of Cups. Nashta me një mënyrje tu distancu pe do njerëzve, ose do rrethanave që nashta t'kan vogëgja nervoz. Po njëjtën kohë, po mdoket sikur pe keni inspirim nashta për me udhtu, ose për me bone udhtim të shkurt, ose për me u distancu pak pe do emocioneve që s'janë të don klaritet, ose da është edhe fjallë, qartësi. Po get nëse i jep vetës mundësi me u shpreh me një mënyrë artistike, mund është me jap vetës ma shumë stabilitet emocional në qëtë kohë, që do me thonë, s'ki nevoj me darë me shqit një piktur tash, ose me bu një këngë që është te për hit, po mere lapsin, ose kimikun, edhe nësja shkruj diqka, ose veç vletore vizato diqka. Qatë ndjenje më në me përqu me në mënyrë kreative, ose nashta veshë një outfit